Doktor, faleminderit për mirëseardhjen dhe për diskutimin që na ofrove. Unë faktikisht kisha dëshirë të falenderoj aty për një sër gjërash të mëdha, por nuk di se për çfarë të falenderoj më parë. Por me që Marieta e preku pak problemin e përmbytjeve dhe unë jam pak a shumë në të njëjtën sektor ose në të njëjtën fushë, siç merret familja e Marietës, në njëjtën gjë merret dhe familja ime, po jo në fushën e Torovicës, po në fushën e Lushnjës. Spari unë ty duhet falenderoj që në vitin 1992 ti i dhe mundësinë familjes time si shumë familje tjera që të ndërtonin jetën e tyre në kryeqytetin shqiptar, sepse ato vinin nga një kalvari gjatë vuajtjesh, burgjesh dhe internimesh. Duke qenë se ti more drejtimin e vendit, shumë familje shqiptare patën mundësinë dhe patën fatin që të ndërtojnë një jetë këtu dhe sot ne fëmijët e tyre kemi gëzimin më të madh që jemi shkolluar dhe jetojmë këtë vend, sepse ndoshta për ne do ishte e pamundur që ne të arrinim këtë situatë. Falënderimi i dytë është që ti gjatë nisjes qeverisjes tënde shumë djem të shumë familjeve pinjolle të demokracisë shqiptare i strukturove, i emrove, i shkollove dhe i pozicionove në strukturat përgjithshme. Unë për këtë djem sot kam një thirrje. Kudo që janë mbar botën, në Amerikë, në Gjermani, në Europë, në Shqipëri, unë kërkoj ndihmë dhe kërkoj që ato të na bashkangjiten sot. Kjo mbështetje nuk është për Sali Berishën, kjo mbështetje është për Shqipërinë, sepse Shqipëria sot ndodhet në një moment shumë drastik. Jo vetëm atyre, por shumë njerëzve të ndershëm, shumë djemve të ri, shumë vajzave, shumë socialistëve të zhgënjur, shumë nënpunësve civil, shumë njerëzve që punojnë në administratën shtetërore që janë sot e shikojnë me sy dhe e shikojnë drejt t'i bashkohen sot Sali Berishës dhe t'i bashkohen Partisë Demokratike Shqiptare për zgjidhjen e situatës dhe për dhënien fund një herë për gjithmonë të kësaj situate. E dyta, për pjesën e përmbytjeve, doktor, kjo është një problem shumë i madh. Shqipëria është totalisht këtë muaj ka qenë nën ujë. Dhe kjo ka ardhur si shkak e një politike që bashkit që drejtohen nga sistemi i rilindje ose nga sekti i rilindje nuk punojnë, doktor. Vjedhin fondet. Absolutisht. Bordet e kullimit në të 12 qarqet janë inekzistente. Kryetarët e bordeve vjedhin litrot e naftës të eskavatorëve. Eskavatorët, doktor, përdoren për gropa pallatesh dhe gropa hotelesh. Përdoren për punë personale të socialistëve dhe të njerëzve që bëjnë vota me krimin e organizuar. Kjo është një politikë, shfarosja e bujqësisë është politikë e mirëfillt e tyre. Jo vetëm hapja e rrugës nga fushat e Shumadis dhe Open Ballkani i tyre nuk është një rasti, doktor. Ato duan ta shkatrojnë bujqësinë. Fermerët dhe blegtorët shqiptar janë në një pozicion shumë të vështirë. Asnjë lloj mbështetje ndaj tyre, doktor. Ja u përvetsojnë fondet, Agjencinë për zhvillim bujqësor rurale ke formuar ti o Sali Berisha. Ti dhe Shqipërisë i dhe qindra miliona rënj ulli. I dhe qindra miliona lek kesh fermerëve për vaditje, për mbjellje, për kultura. I dhe lek kryetarëve të komunave dhe ju dhe urdhër ju thesh për ndaja unifermerëve. Shtrove çdo kilometër rrugë në përfshatra. Hape rrugën Levan te Belen, hape rrugën Milot Kukës. Pse i harrojnë këto shqiptarët? Kurse sot fondet e AZBR-s o doktor Berisha i përvetsojnë njerëz me pushtet. I përvetsojnë familje që kanë lidhje me krimin organizuar, njerëz që nuk kanë lidhje me fermat. Përfitojnë traktor, përfitojnë fonde qindra miliona. 92 milion euro i zhduku Frida Krivca. Ku i ka? Ku janë? Aty janë, po i ndërtojnë. Në mes Tiranës po i ndërtojnë. Doktor Berisha, ti i ke dhënë provat për Shqipërinë. Ti je një burr zotëri dhe unë kam fatin e madh në jetën time që të kam dëgjuar ty. Unë frymëzimin më të madh i ma ke dhënë në moshën 6-7 vjeçare. Unë kisha dëshirë, doktor Berisha, që të shikoja televizor. Jam rritur në Laprak, thash, kam ardhur 1 vjeç nga kampi i internimit. Por gjyshi im dhe babai im dëgjonin lajmet me shumë furi, me shumë entuziazëm, sepse ishte një situatë shumë e vështirë.
Ndërsa ti si Luane, si Vigan, i Turesh e Gamozruqit, Skënder Gjenushit, Spartak Braoshet, gjithë kriminalëve të komunizmit. Ti e një burr shtetas Sali Berisha. Dhe unë kur sa t'jem gjallë, kur nuk do t'a ndalë frymëzimin për ty. Unë falenderoj shumë. Deri në fund jetës time unë do jem mbështetës jotë. Shumë njerëz ma presin rrugën dhe më thonë, akoma me atë ti, po mër po, akoma me këte, sepse ky është një njeri që është i vetmi njeri që mund t'i dali për balë kësaj klike, këtyre kriminelve që po i pinë gjagun shqiptarve. Nuk ja kam besën dhe nuk ja kam besimin dhe shpresën askuj më shumë se sa ti. Të dua shumë Sali Berisha, të dua më shumë se babajnë tim. Shumë faleminderit. Faleminderit. Pyetje të fundit, më duket zotëria atje. Po. Atëherë smi mbrëma gjithëve. Ju përshëndes, përshëndetje doktor Berisha. Kam 3 pika për mendimin tim deri tani. Domethënë kam rindërtimin, sepse unë nuk jam banor i këtushëm, jam i Marika i Vorë. Jam akoma me qera që papaguj ka 4 vjet, 5 vjet do të kisha bot 2-3 shtëpia. Me qeran që papaguj, ndërkohë që as bonusin nuk ma japin dot. E dyta, Partia Demokratike ka një rrjedhje, doktor Berisha, ka një rrjedhje në vetvete dhe a ka mundësi në statutin e Partisë Demokratike, nëse me votat e tona votohet një deputet, a ka mundësi që në statut ky deputet mos shkojë në një parti tjetër, ose jep dore që ku digjon le zëvendësohet me deputetin e radhës. Dhe e fundit, ajo që shkruhet foltore aty të bëhet revoltore. Kaq kisha. Të përshëndes doktor Jej Papam. Ju siguroj që ne rindërtimi vuan për shkak të vjedhjeve, të fondeve, të përdorimit, të keq shfrytëzimit, ju e morët vesh kush i fitonte tendrat në Tiranë. Drejtorat si band fitonin tendrat dhe punët ja u ngarkonin tjerë për vete merrin parat. Drejtorat Erjon Veliz dhe Erjon Veliaj, parat tuaja, parat për infrastrukturën tuaj, parat për furnizim për ujnë, për infrastrukturën, i shtronin hotele dhe vila për vetë të tyre, në punësime, e pa imagjinueshme numri punëtorëve që kanë, dhe që i pjesë të tyre mirë janë në emigracion dhe së janë farë në Shqipëri. Kështu që kjo merr fund dhe fondet do të kthehen në destinacionin e tyre. Nuk është se ka një moment këtu. Krahasoni pak. Edhe përdorni. Ne kemi disponuar në 8 vite 30 miliard euro. Kemi dyfishuar rrogat dhe pensionet. Kemi ndërtuar 11.000 kilometra rrugë. Kemi ndërtuar 1.300 shkolla dhe kopshte. Kanë disponuar në 12 vite 67 miliard euro se i kanë dyfishuar taksat. Çfarë kanë ndërtuar? Ku janë? Ku janë? Janë vjedh. Ndaj dhe duhet të dalim sa më shpejt, duhet të rrëzojmë sa më shpejt këtë regjim. Dhe ju siguroj se atër do kuptojnë mirë shqiptarë se çfarë ka ndodhur me ta 12 vite. Cili do jetë ndryshimi i jashtëzakonshëm, por duhet t'u japim vendin këtyre. Faleminderit.
Kemi në fundin. Mirë mbrëma. Blet Marko. Atëherë jam Blet Marko.